Pyetja ime është se a mund të japim para për qëllim të kurbanit në pamundësi që të presim kurban këtu në Zvicër. E tash nuk e di e ka qëllimin për të jep para në kesh ndonjë fukara e familje që ta zaventson kurbanin apo të jep para për me prej kurban, ajo që është përgjigje e para kësaj pyetjes. Kjo pyetje është e mirë, domethënë nuk zaventsohet. Nëse jep tolla, shembull tollat i jep se e ki obligim zekatin, tollat jep që i ki obligim fitri, mirë po ka mundësi me vënë tolla lëmos, sadaka e quajmë. E sadakaja nuk ka të bëje me kurbanin. Kurbani është me derë gjak, pa tjetër. Nëse e komboni jetë me prej kurbaneve, qenë 100 euro dikujt, jo. Kurbanin duhet me blej kafsh. Ty ose jep dikujt palet, ama me njetë për ti. Edhe ajt pa tjetër është me derë gjak për me quajt kurban. Sepse për ndryshe e tjetra është sadaka, është lëmosh. Ai në qofse nuk ka mundësi me prej kurban, ka mundësi me adhon dikujt 200 dinar, inshallah Allahu lëshani ja pranon si sadaka si lëmosh, jo si kurban.